Një lug vaj ulliri para gjumit dhe trajton menjëherë këto tre probleme. Përfitimet shëndetësore që marrim nga vaji i ullirit janë të panumërta. Një prej tyre është se vaji i ullirit mund të eliminojë problemet e gërritjes. Nëse doni të ofroni më shumë përfitime për shëndetin tuaj, mund të përdorni vajin e ullirit në përditshmërinë tuaj. Gërritja është një problem i cili prek më shumë njerëz në të gjithë botën. Zhurma e bezdishme e gërritjes gjatë natës prish gjumin e çdo personi në të cilën ndani dhomën. Gjithashtu ndodh që gjatë thithjes së ajrit nga rrugët e frymëmarrjes të keni edhe këtë shqetësim. Zakonisht gërritja konsiderohet si një çrregullim i gjumit, pasi sipas të dhënave të Healthline mund të ketë pasoja serioze mjekësore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Në botë gjenden produkte përfundimtare kundër gërritjes, por shumica prej tyre nuk kanë rezultatet efikase. Nëse po kërkoni një mënyrë të mrekullueshme, sidomos kundër gërritjes, duke pranuar disa ndryshime në stilin e jetesës me receta tradicionale natyrale, mund të ndihmoni ta mbani atë nën kontroll si duhet. Por si të parandaloni problemin e gërritjes me përdorimin e vajit të ullirit? Merrni një lugë gjethe vaj ulliri dhe e pini atë çdo mbrëmje përpara se të shkoni për të fjetur. Vaji i ullirit lubrifikon fytyn dhe zbut gjithashtu problemet e gërritjes. Vajin e ullirit mund ta pini çdo ditë edhe për të ulur nivelin e kolesterolit të keq dhe për të mbarvajtur nivelin e toksinave të gjakut. Sipas Brightside, konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të ulë riskun e shfaqjes së problemeve dhe komplikacioneve. Vaji i ullirit është shumë i pasur gjithashtu me vitaminën A dhe vitaminën E. Këto vitamina do të eliminojnë rrullat e lëkurës, do të zbusin dhe do ta mbajnë atë më të lëmuar. Ekspertët konfirmojnë se aplikimi i disa pikave të vajit të ullirit mbi lëkurë mund ta mbrojnë atë nga dëmtimet e shkaktuara nga ekspozimet e diellit. Gjithashtu, rënja në peshë rekomandohet që të jetë edhe një zgjidhje efektive me zgjedhjen e yndyrnave të duhura në dietën tuaj. Një prej tyre është edhe përdorimi i yndyrnave të vajit të ullirit, të cilat nuk do të shkaktojnë rritjen e peshës së tepërt trupore. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Një prej efekteve pozitive në zemër, por për mrekullinë që bën për trup, shkon përtepër saj. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i vajit të ullirit në çdo vakt të ditës, kryesisht atë të mëngjesit edhe të mbrëmjes. Vaji i ullirit është një produkt fantastik, i cili mund të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të zorrës. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomakun tuaj mund të shkaktojnë ulçra. Vaji i ullirit është provuar të jetë një luftues kundër këtyre bakterieve dhe gjithashtu mund të ofrojë një rezistencë kundër tyre. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e zorrëve. Vaji i ullirit është një aleat shumë i mirë për shëndetin tuaj të kockave dhe jo vetëm. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit të cilët do vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, i cili është i pasur me acide yndyrore omega 3. Përbërësit që gjenden te vaji i ullirit ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe ngurtësimeve të mëngjesit. Ndaj pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri sigurisht që sipas ekspertëve mund të jetë një mburojë e veçantë kundër këtyre komplikacioneve. Vaji i ullirit do të zvogëlojë inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera të pasura me yndyrna omega 3 sigurisht që do të zvogëlojë inflamacionet në trupin tuaj. Nga ana tjetër, mund të ndihmojë gjithashtu edhe në parandalimin e acideve yndyrore omega 3 dhe të ofrojë një mbrojtje më efektive për shëndetin tuaj në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurisht, pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri do të jetë një mundësi e shkëlqyer për trupin tuaj. Vaji i ullirit është një element shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit në dietën tuaj mund të heqë gjithashtu grumbullimet e pllakave brenda qelizave të trurit, që mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vajin e ullirit do të kenë një performancë më të mirë të shëndetit të tyre dhe duke patur edhe një kujtesë më të fortë.
Vaj i ullirit do ju ndihmojë gjithashtu në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare me vaj ulliri mund t'i japë rezultate fantastike në gjendjen tuaj dhe të mbajë larg komplikacionet e saj. Është e rëndësishme që ta përdorni si duhet dhe brenda normës së lejuar. Kështu ndikimi i saj në organizmin tuaj do të luajë një rol pozitiv. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në reduktimin e peshës trupore. Vaji i ullirit është një element shumë i mirë për shëndetin tuaj të lëkurës. Sipas studimeve, përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj është thelbësore edhe në kozmetik. Redukton skuqjen, entjen dhe gjithashtu ndihmon kundër zhvillimit të rrullave në lëkurë. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Ndaj përdorimi i tij në dietën tuaj mund të kthehet si një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Vaji i ullirit duhet të përdoret me kujdes dhe jo më shumë se 30 ml esëll çdo ditë. Kështu, përfitimet e tyre do të jenë të larmishme në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Vaji i ullirit është lëngu natyral i cili mund t'i japë përfitime mbërslëndse në dobi të shëndetit. Marrja e vajit të ullirit çdo ditë mund të ndihmojë kundër këtyre problemeve, citon Elthisaj. Jo të gjithë vajrat japin të njëjtat vlera. Përmbajtja e tyre ushqyese mund të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme, kështu që zgjidhni vajra të cilat përmbajnë edhe vetitë antioksiduese. Vaji i ullirit ekstra i virgjër është një nga këshillat më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj. Jo vetëm që vaji i ullirit e bën shijen ushqimore më të mirë, por ato sigurojnë edhe energjinë edhe makronutrientët me përfitime të rëndësishme për ju dhe për organizmin tuaj. Vaji i ullirit i përfshirë në dietën tuaj do të ofrojë vitaminën A, vitaminën D edhe K, të cilat janë mjaft të rëndësishme për shëndetin e trupit tuaj dhe jo vetëm. Por cilat janë përfitimet antioksiduese të vajit të ullirit? Fenolikët e vajit të ullirit kanë veti antioksiduese, antibakteriale dhe antiinflamatore të cilët kontribojnë në përfitime të shumta nëse konsumoni të paktën një lugë vaji i ullirit çdo ditë. Inflamacionet kronike mund të kontribojnë edhe në probleme të rënda siç është diabeti, Alzheimeri, problemet e zemrës dhe të mbipeshës. Antioksidantët kryesorë që gjenden te vaji i ullirit, siç është oleo kantal, i cili ka karakteristika antiinflamatore, sipas një studimi të vitit 2014 të botuar në Gazetën Ndërkombëtare të Shkencave Molekulare, studiuesit vlerësuan se oleo kantal në 3.4 lugë vaji i ullirit ose 50 ml vaj ka efekte të ngjashme edhe me medikamentet kundër këtyre komplikacioneve. Vaji i ullirit është një produkt fantastik në betejën kundër problemeve të depresionit. Nëse jeni në depresion, një lugë vaji i ullirit mund t'ju ndihmojë disi në këtë situatë. Truri juaj është i përbërë nga 60% yndyrë, që bëhet kryesisht edhe pjesa acideve yndyrore të pangopura, omega 3 dhe gjithashtu omega 6. Yndyrna omega konsiderohet se kontrollon zhvillimin dhe funksionin normal të trurit dhe shoqërohet edhe me çrregullime të humorit. Në një studim të vitit 2018 të botuar në Francë, botuar në Frontiers in Psychology, shqyrtoi rolin e acideve yndyrore që pengonin edhe efektet në një pikëllim të trurit, siç janë ankthi dhe gjithashtu edhe probleme të ndryshme siç është për shembull depresioni. Studiuesit zbuluan se nivelet të ulta të acideve yndyrore omega 3 kishin efekte të ngjashme edhe me sjelljen që ofronin shëndetit të trurit. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj, sidomos në këto raste, mund t'i japë një ndihmë të mirë lehtësuese kundër këtyre inflamacioneve, të rrisë rezistencën e kujtesës suaj dhe gjithashtu të mbajë larg komplikacionet e saj. Sigurohuni që të përfshini vajin e ullirit ekstra të virgjër në dietën tuaj. Kështu ndikimet e saj do të jenë të plota, më të fuqishme dhe do të mbani larg edhe komplikacionet të tyre. Vaji i ullirit është një element bazë i dietave mesdhetare. Ndaj përfshirja e tij në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë e veçantë, por gjithmonë nëse e përdorni si duhet, efektet e tij do të jenë të plota dhe gjithashtu pa shkaktuar dëme në organizëm, gjithmonë nëse nuk e teproni. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.